për të hapur mbledhjen e ditës sot me 5 maj 2026. Me rendite projektligjin për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digjital. Projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjuhësor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Projektligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar dhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese numër 2 me shkëmbim letrash të marrëveshjes financimi ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Mali-Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali-Zi Shqipëri 2021-2027 ratifikuar me ligjin numër 9/2024. Nëse kolegët nuk kanë, zoti Sheu. Faleminderit zoti kryetar. Unë mendoj që dje pati një shkelje serioze të procedurës. Kërkesa jon ka qenë dhe mbetet akoma ardhja e kryeministrit në komision të jashtëm për të dhënë shpjegime në lidhje me artikullin e Rama Vučić, ku ai është bashkëautor me presidentin e Serbisë. Artikulli është një publikim i një artikulli në një gazetë, në një revistë, kudo, është padyshim një veprim personal, por në këtë rast është një veprim i cili implikon politika shqiptare direkt personalisht kryeministrin. Ardha dje e ministrit jashtëm për mua për të bërë avokatin e kryeministrit, kur të doni, jo, s'ka gjë. Ardha dje e ministrit jashtëm për këtë çështje, çështja tjetër që takon dhe atit, për mua është një gjithçka e pakuptueshme dhe e gabuar, sepse realisht në mënyrë indirekte dhe direkte u involvua Ministria e Jashtme në këtë çështje, kur unë jam i bindur dhe them qartësisht që Ministria e Jashtme nuk ka pas asnjë dieni për ato teza të rrezikshme që hidheshin në atë artikull Rama Vučić. Nga ana tjetër, u tentua të përdorej si kopertur ndaj kryeministit, i cili duhet vijë Komision të Jashtëm, që është organi më serioz në Shqipëri, më i rëndësishëm në Shqipëri në fushën e politikave të jashtme, është një institucion pluralist, do të japi shpjegime, do të dëgjojë mendimet, vërejtjet e deputetëve. Pra, unë e theksoj, ne kemi kërkuar të vi kryeministri dhe jo ministri i jashtëm. Nuk ka punë ministri i jashtëm atë çështje. Ministri i jashtëm erdhi dje foli për procesin e integrimit, okay, diskutuam me të, patëm objeksionet tona, tha mendimet e tia dhe kaq. Pra, ne i qëndrojmë përsëri kërkesës me shkrim që kemi bërë, që duhet vi kryeministri i Shqipërisë për të dhënë shpjegime në lidhje me atë artikull, e cila nuk është se nuk ka pas ka pas ndërkombëtare, ai sa mori dhe një përgjigje mjaft negative nga Komisioni Evropian. Sepse bie ndesh me politikat e Komisionit Evropian, me interesat e Shqipërisë, të shqiptarëve dhe të rajonit. Shkon vetëm për shtat interesave të Serbisë dhe lidhjeve të Serbisë me Rusinë. Kjo është çështja. Prandaj, zoti kryetar, ne unë ngul këmbë edhe në emër të kolegëve që kemi firmosur atë material, që ardhja dje e ministrit të jashtëm nuk e shlyen domosdoshmërinë e paraqitjes së kryeministrit pranë Komisionit të Jashtëm për të diskutuar këtë çështje kaq të rëndësishme, e cila detyroi të shprehet edhe vetë Komisioni Evropian. Unë këto kisha. Faleminderit. Faleminderit zoti Sheu, siç e thash dhe dje, ministri i jashtëm u paraqit në këtë komision si përfaqësuesi i kryeministrit për çështjen cilën ne kemi kërkuar dhe në gjykimin ton, gjykimin e maxhorancës, kjo çështje tashmë është e zauruar, debati u bë, patët gjithë kohën dhe mundësitë për të diskutuar këto gjëra. Megjithatë, le të vazhdojmë me angazhimin. Zoti kryetar, kjo nuk është një çështje midis nesh si deputetut opozitës me ju si deputet maxhorancës. Kjo është kërkesë legjitime brenda rregullores Parlamentit shqiptar, që ne si deputet të Komisionit të Jashtëm kemi kërkuar me shkrim ardhen e kryeministit këtu. Unë nuk dua dhe nuk e kuptoj pse doni të involvoni dhe veten tuaj në këtë çështje. Mos e involvoni ashtu si gabimisht, shumë gabimisht, me pasoja negative do thoja,
diplomatike po ta marrësh, ministri i jashtëm involvoi dhe ministrinë e jashtme në këtë çështje. Që zot e involvonte. Kështu unë ju mendoj që edhe ju nuk keni pse të involvoni këtë punë fare. Fare s'keni pse të involvoheni. Ktu është një kërkesë të sa deputetëve ndaj kryeministrit të Shqipërisë. I cili do t'japi përgjigje. Kaq. Detyra juaj sekretar komisioni është vetëm të përcjellni të kërkesë të nguli këmbë në një kërkesë të drejtë brenda rregullores që një grup deputetësh të komisionit që ju drejtoni ka bërë ndaj kryeministrit. Kaq. Faleminderit. Edhe një herë, zoti Shell, unë kam këmbgulur që kërkesa juaj të plotësohej, kërkesa juaj u plotësua. Kryeministri ja delegoi pjesëmarrjen ministrit të jashtëm, lutem, lërt parë. Kryeministri ja delegoi pjesëmarrjen ministrit të jashtëm, ky nuk është komision hetimor, ky nuk është komision dëshkimor. Këtu nuk i vihet gishti askujt për një temë, për një çështje të caktuar. Vjen dikush edhe mban një pozicion të caktuar. Ministri i jashtëm është pjesë e kabinetit qeveritar. Ministria e jashtme nuk është fole bletësh, është pjesë e strukturave të qeverisë dhe përgjigjet, siç u përgjigje, mbajti qendrimin zyrtar qeverisë shqiptare për këtë çështje dhe të gjithë pranishmit pranuan, u angazhuan, pyetën, diskutuan për temën. Prandaj, siç e thash, kërkesa është plotësuar, Këshilli i Ministrave u përfaqësua, kryeministri e delegoi tek ministri i jashtëm dhe biseda u krye gjatë ditës djeshme. Zoti kryetar, unë nuk kuptoj pse e përthësisht prap i involvoni ju në të çështje dhe merrni ngarkesa nga kjo çështje. Është e drejta atyre që kanë bërë kërkesën të thonë u plotësua kërkesa, por nuk u plotësua kërkesa. Nuk është e drejta të tjerëve. Ne jemi deputet një lloj si dhe juve, ju drejtoni komisionin, ne jemi deputet, të gjithë jemi deputet të këtij parlamenti. Pra nuk është fare, s'ka lidhje fare me një pronësimin tuaj për të çështje. Është edhe ajo themi, u plotësua apo nuk u plotësua. Ne presim përgjigje për të punë nga kryeministri për të çështje. Mund thotë që nuk vi, dhe ne do themi që kërkesa jon nuk u plotësua, dhe do bëjmë argumentat tona pasaj në lidhje me këtë çështje. Kjo është shumë e thjeshtë. Unë nuk sinqerisht u them që nuk duhet të involvoni ju me këtë çështje sepse nuk keni pse të involvoni fare. As të merrni ngarkesa për të çështje. Kjo është. Ne që do themi në fund fare, nuk jemi të kënaqur, nuk u realizua kërkesa jon, do bëjmë debatin politik edhe në seancë plenare, edhe kaq. Pra unë nuk kërkoj mendim për këtë çështje nga të palët të tjera. Unë kërkoj mendim dhe ardhje këtu të kryeministrit ose përgjigje negative nga kryeministri për të çështje, sepse kërkesa është direkt personale për kryeministrin, për një publikim personal që ai ka bërë me presidentin e Serbisë, e cila bën ndesh me interesat e Shqipërisë, shqiptarëve të rajonit dhe gjithçka e tjetër. Kjo është shumë e thjeshtë. Unë sinqerisht nuk kërkoj fare involvimin tuaj për të çështje. Vetëm kërkoj që juve nga ana formale societate, ju falenderoj që keni bërë të gjë, të vazhdoni ta ngrini pranë konferencës kryetarëve, kur ju bie rasti jeni atje, që një grup deputetësh komisionit që drejtoni ka bërë të kërkesë. Dhe presim një përgjigje kryeministit, po se jo, po se jo. Mund dërgoj një përgjigje me shkrim kryeministit, thotë jo, nuk vi, nuk është arsyeshme. Është drejta tia. Dhe ne si është drejta jon të bëjmë pastaj konkluzionet edhe komentet përkatëse për këtë gjë. Faleminderit. E them për tretën herë, kryeministri solli ministri i jashtëm dhe kjo bisedë u ezaurua gjatë ditës djeshme. Bazuar në rregullore, bazuar në të gjithë precedentët e punës që ka kuvendi. Ne nuk kemi, siç e thash, as komisionet hetimor as dëshkimor, nuk i vëmë gishtin askujt as me orë as me datë, por bëjmë një debat që ka lidhje me punën edhe me angazhimin. Ministri i jashtëm foli, diskutoi, sqaroi, e pyetët, i thatë dhe ndiqni të gjitha hapat që parashikon rregulloria për ta bërë këtë angazhim, siç keni thënë, për ta çuar drejtorin e seancës edhe vazhdojmë vazhdimin me punën tjetër. Rregulloria thotë që numër 7 deputetësh mund ta kërkojë të gjë. Ne kemi ndjekur krejtësisht hapat e rregulloris. Krejtësisht. Pra, po nuk është. Shiko, unë e pres përgjigjen kryeministrit jo nga juve. Kryeministri çoi ministrin e jashtëm. Jo, nuk është kryeministri i jashtëm që mund të zonësojnë të çështë kryeministrit. Po as ju nuk jeni hetuesi që caktoni se kush do të vijë. Unë drejtohem kryeministrit. Kërkoj një përgjigje nga ai thotë që jo, nuk vi unë. Shumë e thjeshtë. Vazhdojmë me rendin e ditës, nderuar koleg, nëse nuk ka çështje të tjera. Do të vazhdojmë me shqyrtimin e projektligjit për identifikimin elektronik shërbimeve të besuara
dhe portofolin e identitetit digital. Kemi të ftuar përfaqësues të Këshillit të Ministrave, drejtuar nga zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë, zonja Angelita Muçaj, cilën e falenderoj për kohën, pjesëmarrjen dhe angazhimin e përhershëm. Jap fjalën më njëherë juve në mënyrë që të vazhdojmë me bisedën. Nderuar kryetar, të nderuar anëtar të Komisionit të Politikës Jashtme, është një privilegj në fakt për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë të mund të ndaj me juve sot një nga iniciativat ligjore të cilat në kuptimin edhe të politikës jashtme, pra të lëndës objekt kryesor të këtij komisioni, formaton avancimin ton të qëndrueshëm në kuadër të procesit të integrimit evropian, një nga objektivat kryesore të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, i cili është mbështetur deri më tani dhe përfitojmë nga rasti të ju falenderojmë paraprakisht për mbështetjen e vazhdueshme që na keni dhënë, duke na mundësuar realisht edhe sot këtë diskutim të këtij ligji i cili vjen si pasojë e këtij procesi të integrimit. Unifikon të nderuar një licitacion ekzistues që ne kemi në lidhje me shërbimet në lidhje me nënshkrimin elektronik dhe shërbimet e besuara, duke i pasuruar ato me një tjetër iniciativë të marrë nga Bashkimi Evropian, që ka të bëjë pikërisht me portofolin e identitetit digital, që do të thotë një mundësi e re, dhe duam ta saksojmë prej fillimit me ju, e cila është vullnetare dhe që ofrohet shtetasve shqiptar, subjekteve publike dhe private. Çfarë do lloj entiteti që ka një interes për të mundësuar dhe për t'i ofruar kapacitetet të drejtat që ai ka dhe për t'i ndërvepruar këto me të gjithë subjektet e tjera private apo publike nëpërmjet një platforme, që është një platformë e cila po ndërtohet në nivel evropian dhe ku Shqipëria nëpërmjet këtij kuadri ligjor të nderuar do të mundsojë atashimin në kuptimin, aderimin në kuptimin e standardeve dhe nesër në atë që quhet ndërveprueshmëri në nivel evropian dhe me një pjesëmarrje aktive pra edhe të shtesave shqiptare nëpërmjet këtyre platformave, standardeve të reja të cilat do të aplikohen dhe do të jenë pjesë e legjislacionit në zbatim të këtij ligji përveç shkrimit të tij, duke na mundësuar pra antarësi, jemi në procesin e të themi e akseleruar të integrimit, pra të përshpejtuar të integrimit evropian, në fakt, pra de facto, përpara madje se të jemi dhe de jure si antar të Bashkimit Evropian, pra duke aderuar në standarde të njëjta, të unifikuara dhe të uniformizuara me ato të Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim të nderuar, kjo mas gjithashtu vjen në zbatimin e pikërisht atij vendimit të Këshillit të Ministrave në lidhje me agjendën e reformave, pjesë e programit qeverisë të Republikës Shqipërisë për të mundësuar jo vetëm avancimin në reforma, por edhe mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian në formën e granteve, pra mbështetjes në formë grante që po i vjen qeverisë Republikës Shqipërisë, duke formësuar kështu atë ndërveprim edhe të mbështetjes financiare, politike dhe një ditë shpresojmë edhe të karakterit të aderimit, ndryshimit traktatit ton për antarësimin në Bashkimin Evropian. Konkurrueshmëria të nderuar. Dhe në fakt ky ligj sjell ato standarde që do të japin mundësi tregut për të avancuar akoma më shumë në parametra që lidhen me efikasitetin e ofrimit të shërbimeve publike, por duke gjithashtu formësuar dhe dhënë besim edhe për gjithë ato subjektet private, të cilat në mos sot, por nesër do të duan të ofrojnë shërbimet e tyre, të jenë ata certifikues të kualifikuar dhe ofrues të kualifikuar të shërbimeve të besuara në Republikën e Shqipërisë, pra tregu do të jetë siç ka qenë deri më sot, po këtë herë me standarde të akoma më mirë përcaktuar dhe për ta, duke i dhënë mundësinë të gjitha palëve që të mund të shkëmbejnë, arkivojnë, pra themi kryen transaksione në sistemet dhe platforma elektronike me lehtësinë më të madhe nga telefonat, pra nga pajisjet e tyre elektronike, duke mos patur nevojën e prezencës fizike në pranë sporteleve apo pranë të themi vendit ku në fakt ofrohet shërbimi të nderuar. Ky ligj patjetër që vjen edhe me një të themi komponent financiar, i cili ka të bëj me, dhe në fakt është shpjeguar dhe në relacionin ton, me një shpërndarje në 10 vite për sa i përket çështjes së ngritjes së sistemit, pra kostot fillestare, mirëmbajtjes së saj, por një element shumë të rëndësishëm që duam të theksoj me ju, janë certifikimet ISO. Pra certifikime ndërkombëtare që do të jepen në raport me të gjitha këto sisteme që do të sigurohen pikërisht për të ofruar atë që për të gjithë shtetasit shqiptar dhe për të gjithë organet publike shqiptare përfshirë dhe të nderuarin komision, përbëjnë elementin kryesor të kujdesit që normalisht ne duhet të ndërtojmë në nivelin e implementimit të asaj që është kuadri rregullator, pra sigurin, integritetin dhe efikasitetin fundfare të ofrimit të shërbimit për qytetarët me një leverdueshmëri dhe dobishmëri të jashtëzakonshme të provuar tashmë nëpërmjet sistemeve të ngritura nga Qeveria e Republikës Shqipërisë me mbështetjen e fuqishme tuajën dhe që e vendosin Shqipërinë
në një pozicion vërtet avancuar në kuadër të politikave për digitalizimin dhe përfitimin qytetar dhe të biznesit pra nga këto politika pra për digitalizimin. Këto janë ca komente paraprake, të nderuar, sigurisht që mbetemi të hapur në raport me objektivin tuaj shumë të qëndësishëm, të mund të japim dhe përgjigje për pyetjet, shqetësimet tuaja. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Muçaj. Me ne është dhe zonja Blerta Rama, zonës ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit. Nëse zonës ministre Rama ka diçka për të shtuar, në të kundërt do vazhdojmë me redaktoren e këtij komisioni, me zonjën Sara Mila. Sara, të lutem, fjala për ty. Faleminderit kryetar. Duke qenë se ajo çfarë zëvendës ministreja paraqiti ishte mjaft shtëruese, mendoj që të mund të përqendrohem vetëm në aspektin e komisionit ton, jemi dhe për dhënie mendimi, kështu që dua vetëm t'i referohem atyre fushave ku projekt ligji patjetër ka ndikim direkt në fushën tonë të veprimit. Nga ky këndvështrim, patjetër që nisma lidhet ngushtë me detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asocimit, veçanërisht në fushat e shoqërisë së informacionit dhe komunikimeve elektronike, si dhe me objektivat për zhvillimin teknologjik dhe inovacionin. Ky projekt ligj kontribon në krijimin e kushteve për ndërveprueshmëri dhe njohje të ndërsjellët të shërbimeve digjitale, duke afruar Shqipërinë me standardet e tregut përbashkët evropian. Një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe rritja e kërkesave për sigurinë dhe besueshmërinë e këtyre shërbimeve. Projekt ligji vendos standarde më të avancuara për ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të besuara, duke kërkuar aplikimin e masave të përshtatshme teknike dhe organizimeve për të garantuar integritetin, sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave. Po ashtu parashikohen mekanizma mbikëqyrës dhe struktura përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të këtij kuadri ligjor. Në përfundim, komisioni jon duhet që ta shërtoj pa diskutim të projekt ligj, duke qenë se ai është edhe në përputhje me akit Bashkimit Evropian, realizon një parafrim të plot në kuadrin evropian në fushën e identifikimit elektronik dhe shërbimeve të besuara dhe patjetër kontribon në mënyrë të drejtë për drejtë në avancimin e procesit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përpara se të mbyll fjalën time, do dëshiroja që gjithashtu të mund të paraqisa përpara jush çfarë janë propozimet e parafrimit në fakt. Janë 25 prej tyre. Unë do mundohem që të jem shumë koncize, duke qenë se materialin gjithsecili për jush e ka tashmë në tryez, kështu që do preferoja të mos kaloja në çdo detaj të shënimeve, por ndoshta vetëm të referohem neneve specifike dhe më pas ju i shërtoni ato, besoj edhe i keni lexuar deri më tani. Përkatësisht për nenin 1, një shënim që lidhet me fundin e faqes për titullin e projekt ligjit, në nenin 2 të parafrohet me nenin 2 të rregullores së BE-s, ndërkohë në nenin 3 lidhet me shkronjën C.2 e nenit 9 të projekt ligjit, në pikën 4, pika 1 e nenit 15 të projekt ligjit, më pas shkronja B e pikës 1 e nenit 15 të projekt ligjit, pika 2 e nenit 15 të projekt ligjit gjithashtu kërkon një ndryshim. Dua të theksoj se këto ndryshime besoj janë dakordsuar edhe me Ministrit përkatëse. Shtohet pika 5 e nenit 17 të projekt ligjit, pika 1 e nenit 30 të projekt ligjit, pika 2 e nenit 30 të projekt ligjit gjithashtu ka një parafrim me pikën 1A. Shkronja A e pikës 2 të nenit 30 të projekt ligjit gjithashtu, shkronja A e pikës 3 të nenit 30 të projekt ligjit, shkronja A e pikës 5 të nenit 30 të projekt ligjit, shkronja C e pikës 5 të nenit 30 të projekt ligjit, shkronja D e pikës 5 të nenit 30 të projekt ligjit, paragrafi parë i shkronjës E të pikës 5 të nenit 30 të projekt ligjit. Do t'ju lutesha që ju mund të ndiqni me ndryshimet, ndërkohë që unë i referohem vetëm pikave. Pika 3 e nenit 54 të projekt ligjit, pika 3 e nenit 55 të projekt ligjit, pika 1 e nenit 57 të projekt ligjit, më pas edhe pika 1 e nenit 64 të projekt ligjit. Gjithashtu lidhet prap pika 1 e nenit 66 të projekt ligjit me një parafrim, shkronja C e pikës 1 të nenit 67, si dhe neni 68 i projekt ligjit të parafrohet nga neni 46 i rregullores 910 fraksion 2014. Ka stafi parafrimi dhe një rekomandim për sa i përket neneve 75 dhe neneve 76 dhe 77, gjithashtu i keni përpara jush dhe mund t'i konsideroni.
Nga shqyrtimi dhe analiza e tabelës së përputhshmërisë që shoqëron projekt ligjit, janë konstatuar gjithashtu nga stafi teknik se tabela duhet korrigjohet nga institucioni propozues, pasi nga shqyrtimi dhe analizimi ka disa konstatime të cilat janë vërejtur për sa i përket tabelës së përputhshmërisë. Por këto besoj që vlen më shumë për patjetër për komisionin përgjegjës. Duke ju falenderuar për vëmendjen, unë rekomandoj që komisioni jon ta votoj pro dhe të vijojnë procedurat për miratimin e projekt ligjit pastaj në seancë plenare. Faleminderit. Faleminderit zonja Mila. Po e hap tryezën për pyetje dhe diskutime. Zoti Dule. Zoti Hoxha pastaj. Faleminderit shumë zoti kryetar, dhe nderuar zonja zëvendës ministre, ka rastisur që të njëjtën pyetje tua kem drejtuar disa prezantuesve nga ana e qeverisë, ligjesh që kanë të bëjnë pikërisht me çështjen sensitive të mbrojtjes së këtyre të dhënave. Është shumë tunduese që të duam më të avancuarën, më bashkohore. Dhe kemi këtë të drejtë. Por nuk mjafton që ta duam. Duhet që këtë dëshirë ta mbështesim në realitetin ton me realizëm. Ne kemi provuar se bazat e të dhënave janë bërë objekt rrjedhjesh masive dhe të përsëritura. Kanë përfunduar të dhënat e qytetarëve në duar të mos e çojmë muhabetin në polarizim partijak, të pa përshtatshme. Kanë dalë në treg, qarkullojnë. Përgjigja që kam marrë është se tani gjërat kanë ndryshuar. Po përsëri ne shohim që herë në shkallë më të ulët dhe herë në shkallë më të lartë, fenomeni i rrjedhjes së të dhënave nga institucione të ndryshme të përsëritet në mënyrë kronike. Çfarë garancish kemi në këtë rast që bëjmë një hap edhe më tej, se këto të dhëna qytetari që dëshiron të ketë edhe portofolin digjital do të jetë i mbrojtur. Dhe çështja e dytë, kemi SPAK-un, i cili ka ngritur akuza nga më të rëndat deri tani në lidhje me akshin. Dhe ne sërish me një këmbëngulje mahnitëse insistojmë aty, me të njëjtat formula, me të njëjtat parime, pa bërë asnjë ndryshim për të garantuar integritet dhe transparencë. Edhe në këtë drejtim, çfarë do ndryshoni që të bëheni të besueshëm? Janë nga institucionet që me një vlerësim empirik në opinionin publik kanë kredibilitetin më të ulët të mundshëm për shkak pikërisht të akuzave të ngritura nga prokuroria e posaçme. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Dule, zoti Hoxha. Faleminderit kryetar, zonja zëvendës ministre, unë kisha thjesht një pyetje. Juve me të drejtë në bët pasqyrimin e këtij portofoli digjital, i cili me aq sa kuptoj unë do t'japi shumë shërbime qytetarëve shqiptar në platformën e këtij interferimi. Që do të thotë, ne do të kërkojmë shumë shërbime nëpërmjet këtij portofoli. Këtu fillon një certifikat pronësie, një certifikat lindje e shumë të tjera. Unë kam një pyetje. Sot neve kemi platformën e-Albania. Por nga ana tjetër do të kemi edhe portofolin digjital. Kjo platformë do të jetë brenda e-Albanias apo e-Albania do të jetë brenda këtij portofoli digjital? Dhe ndoshta unë nuk isha dhe i kujdesshëm, po u mundova ta dëgjoja me shumë vëmendje. Pyetja tjetër është që kush është institucioni zbatues i kësaj
platformë. Faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha. Nëse s'ka pyetje të tjera për momentin, zonës ministra, fjala për ju. Të nderuar, shumë faleminderit për pyetjet tuaja. Unë do të filloj me një parashtrim që pastaj do t'i lutem drejtorit të agjencisë tonë për sigurinë kibernetike të mund t'japi dhe shpjegime teknike të cilat pasojnë. Çështja e shqetësimit madh për mbrojtjen e dhënave personale, për të bazat e të dhënave dhe çfarë eksaktësisht sistemi aktual apo ai që do të mund të vijë, do të mund të paraqesë në mënyrë që çështja e besimit, që me të drejtë u diskutua këtu dhe është një interes i çdo qytetarit të Republikës së Shqipërisë, të mund të vihet në nivelin e pritshmërisë së kërkuar. Pra cilat janë ato veprime që ne do duhet kryejmë në raport me platformat në mënyrë që ne të kemi produktin dhe rritjen pra të besueshmërisë të nderuar. Ky ligj, sqaruam pak fillimisht, nuk vepron i vetëm dhe izoluar nga kuadri themi rregullator ekzistues në Republikën e Shqipërisë dhe besoj në komisionin tuaj ka kaluar një ligj shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me kodin për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë, i cili është tashmë dhe përbën një nga standardet ligjore më të larta në Bashkimin Evropian, që ka qenë pjesë e debateve të jashtëzakonshme të ndodhura dhe në kuvend në raport me atë çka është detyrimi, subjektet që detyrohen për mbrojtjen e të dhënave dhe çështjes së monitorimit. Në këtë kuptim, shqetësimi juaj i cili ndërkohë edhe për cilët përkundrejt një autoriteti dhe këtu i vi përgjigjes së një tjetër deputetit nderuar zotit Hoxha. Pra kush është autoriteti në Republikën e Shqipërisë i cili ka kompetenca rregullatore, monitoruese dhe këtë herë për shkak të shërbimeve të shtuara dhe sidomos çështjes së platformës së identitetit digjital, do të duhet të monitorojë madje përkundrejt penaliteteve të cilat theksojmë janë aty për të siguruar se ka një nivel shumë të lartë kërkese në raport me këto shqetësime, çdo lloj operator në treg që në raport me këto detyrime i shkon apo ndodhet në shkelje, do të duhet të mendohet mirë përpara mos ndjekjes të gjitha atyre standardeve, certifikimeve, vërtetimeve të konformitetit, të vërtetuara apo të kërkuara nga ligji në raport me operimin në Republikën e Shqipërisë, që do të thotë në kuadrin rregullator dhe për këtë ndodhemi këtu të nderuar, ne kemi ndërmarrë të gjitha ato hapa të cilat ne konsiderojmë dhe në raport me dy rregullore. Këto dy rregullore janë automatikisht sot, pra vendosin standarda e operimit dhe janë të aplikueshme detyrimisht në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra në qoftë se ne do të kishim qenë sot antar të nderuar, siç do duam të jemi, këto dy rregullore do të kishin qenë të zbatueshme sot që flasim. Pra siç flasim. Por ne lexojmë drejt shqetësimin që ka të bëjë me implementimin. Pra si do të jetë pjesa e implementimin dhe kush do të jenë këto garanci. Në këtë pikë do doja shumë edhe në kuptim të pyetjeve në lidhje me diferencën ndërmjet platformave ekzistuese që kemi për shërbimin publik dhe platformën t'ja kaloj fjalën zotit Kazia. Faleminderit. Me lejen tuaj kryetar. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Mbaj dashurim disa nga pyetjet deputetëve që do ju përgjigjem për sa i përket pjesës që institucioni që më përfaqësoj mbulon, për sa i përket sigurisë dhënave dhe mbrojtjes së dhënave. Duhet të sqarojmë diçka. Akshi është parashikuar si i pari ofrues shërbimi, pasi ne kemi detyrim që të kemi minimalisht një ofrues shërbimi të portofolit identitet digjital, por kjo nuk pengon operator të tjerë ose ofrues të tjerë të interesuar, qoftë publik ose privat, të aplikojnë për të certifikuar pranë Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për të dhënë shërbime të portofolit identitet digjital. Aktualisht është i certifikuar vetëm Akshi, është i certifikuar nga organet vlerësimit konformitetit ndërkombëtare dhe jo kombëtare, pra, tonat. Gjithashtu përsa i përket sigurisë dhe mbrojtjes dhënave personale, të gjithë dhënat mbi identitetin digjital të përdoruesve do të ruhen në pajisjet e përdoruesve dhe jo në serverat të tjerë të ofruesve të këtyre shërbimeve. Në serverat të ofruesve të shërbimeve do ruhen vetëm informacione mbi shërbimet që ata ofrojnë, ndërsa identiteti digjital, çdo gjë që ka të bëjë me të dhënat personale do të ruhet në device. Portofoli është projektuar me parimin ose do ndërtohet me parimin privacy by design. Pra në çdo hap të ndërtimit të portofolit parashikohet edhe pjesa e sigurisë.
përdoruesi do të ketë kontroll të plot dhe të ndajë vetëm dhënat e nevojshme për shërbimin e caktuar. Pra, përdoruesi vetë zgjedh çfarë dënash të ndajë për një shërbim caktuar. Gjithashtu duhet theksojmë që në momentin që një ofrues është, domethënë certifikohet për të dhënë shërbime të ofrimit portofolit të identitetit digital, automatikisht klasifikohet si infrastrukturë kritike e informacionit ose operator infrastrukturës kritike të informacionit dhe si i tillë i nënshtrohet të gjithë parashikimeve të ligjit 25/2024 për sigurinë kibernetike dhe gjithashtu edhe ligjit 125/2024 për mbrojtjen e dënave personale, që është GDPR që e kemi transpozuar në vitin 2024 dhe në rastet kur përdoruesi ka shqetësime për sa i përket mbrojtjes dëna personale, kontakton në mënyrë të menjëhershme komisionerin për mbrojtjen e dënave dhe në rast se ka shqetësime ose autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike ka indicje për shkelje të sigurisë, atëherë duke qenë se autoriteti është edhe monitoruesi i këtyre shërbimeve që ofrohen, autoriteti ka të drejtë të pezullojë menjëherë portofolin digital. Për sa i përket shërbimeve dhe diferencës ndërmjet portofolit digital dhe e-Albanias, fillimisht janë shërbimet e e-Albanias të cilat do të ofrohen përmes portofolit digital. Skica e parë është për 10 shërbime publike që do të ofrohen brenda portofolit digital. Ndryshimi më i madh besoj që ka të bëjë me ndërveprueshmërinë. Pra, portofoli digital i lejon përdoruesit të ndërveprojë me portofole të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian gjithashtu. Gjithashtu është ajo çfarë përmenda pak edhe më përpara për ruajtjen e dënave të përdoruesve, pra të identitetin, në rastin e portofolit digital do ruhen lokalisht në për pajisje, ndërsa në rastin e platformës e-Albania do ruhen në servera të agjencisë që e menaxhon bazat e dënave. Këto janë ndryshimet më thelbësore që ka e-Albania me portofolin digital. Gjithashtu, në portofolin digital secili përdorues do të mund të ruajë edhe një arkiv të gjithë transaksioneve që ai ka bërë, të dokumentave, sepse portofoli digital do të ofrojë gjithashtu edhe pasaportën digitale, kartën e identitetit digitale, patentën digitale, do t'ju bëjë të mundur përdoruesve që të nënshkruajnë në mënyrë digjitale dokumentat të ndryshme dhe këto dokumentat njihen nga portofolet të tjera digjitale, qoftë vendet të Ballkanit Perëndimor, me të cilat do të na duhet të bëjmë marrëveshje, dhe më vonë pas antarësimit të Bashkimit Evropian edhe me portofolet digjitale të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Zotja Gjinaso, zotja Hoxha, pastaj Krato. Faleminderit. Unë kam një pyetje. A ka ndonjë rrethan ose ndonjë arsye që të dhënat personale që janë në këtë platformë të përdoren pa miratimin e individit të cilit i takojnë këto dhëna, për arsye komerciale, për arsye studimore, apo për arsye të tjera. Ka ndonjë rrethan që autoriteti që do menaxhojë këtë platformë të ketë të drejtën për të përdorur këto dhëna për arsyet që thash ose për arsye të tjera. Faleminderit. Duke qenë se neve jemi komision për Europën dhe punët e jashtme dhe sigurisht çdo ligj që vjen parafrohet me atë të Bashkimit Evropian, a ka ndonjë vend të Bashkimit Evropian që e ka këtë portofolin digital? Zoti Kapi. Faleminderit, zoti kryetar. Në lidhje me këtë projekt ligj, unë kam bërë debatin në komisionin tim përgjegjës të sigurisë, por përfitoj nga rasti me që kemi edhe drejtorin për të bërë edhe një pyetje konkrete, nisur edhe nga shqetësimi i kolegëve këtu. Pra, zoti drejtor, për ta bërë të qartë, ky projekt ligj do mundsoj nesër që përmes celularit qytetarët do kenë të integruar të dhënat e pasaportës, patentës, ID-së të tyre,
Çka do të thotë që përmes celularit ata mund të hapin llogari bankare, mund të marrin çdo shërbim publik, çka do të thotë që një qytetar nuk bën më asnjë lloj raporti fizik me shtetin. Pra ja mundson ky lloj portofoli që qytetari të ketë një raport totalisht digital me çdo shërbim publik ose privat. Po, kjo është. Problemi është tani që këtu futemi në çështjen tjetër që u ngrit edhe këtu që a është rreziku që në kushtet kur ne kemi një lik ose një vjedhje të dhënave në Republikën e Shqipërisë, referuar dosjes hetimore të Spakut, e cila është ende në hetim, por që nga përgjimet del nga grupi kriminal i Agasit, që ata thonë kemi minjer ari me të dhënat që menaxhojmë ne. Dhe shqetësimi im është ky që nesër ky projekt ligj që futet në fuqi. A mund të bëjë që ky grup kriminal ose kushdo tjetër që mund të ketë të dhëna, të klonojë të dhënat. Pra të krijojë një portofol digital të gjithë deputetëve këtu. Që dhe në emrin e tyre mund të hyjnë në llogaritë e tyre bankare, mund të marrë parat, mund të bëjë çdo lloj shërbimi tjetër, e të tjerë. Pra e dim se çfarë dëmi bëhet me ato të dhëna. Pra pyetja është tek siguria. Ju e jepni garancinë që askush nuk mund të ndërhyjë në të tilla nivele që të cënojë të dhënat e shqiptarëve. Pra që nesër askush të mos e përdori identitetin tim apo çdo shqiptar të thjesht që t'i vjedhë të dhënat dhe përmes të dhënave të tij pastaj t'i bëjë një dëm kolosal. Faleminderit. Ju lutem. Faleminderit zoti kryetar. Për sa i përket pyetjes për përdorimin e të dhënave të identitetit digjital për arsye ose qëllime të tjera, marketingu etj. Çdo ndarje të dhënave që do të bëhet nga përdoruesi i portofolit identitet digjital do marr pëlqimin paraprak kur ndahen dhënat të vetë përdoruesit. Dhe në asnjë rast nuk është parashikuar që këto dhëna të përdoren pa marrë miratimin e përdoruesit për çdo lloj qëllimi që ju përmendët pak më përpara. Për sa i përket implementimit në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, kanë filluar implementime pilot në disa vende të Bashkimit Evropian, nuk është implementuar në 100% në asnjë vend të Bashkimit Evropian, kanë filluar duke implementuar për sektor të ndryshëm, siç është sektori i transportit, sektori bankar e tjerë, por implementim 100% nuk kemi. Gjithashtu siç u përmendë më parë, ky projekt ligj është implementim 100%, transpozim 100% i 2 rregullorëve të Bashkimit Evropian, pra pa asnjë ndryshim. Për sa i përket pyetjes së zotit Kapri në lidhje me rrezikun për rrjedhjen e të dhënave. Edhe një herë po theksoj faktin që të gjitha të dhënat që ju përmendët do të ruhen jo në serverat të qëndërzuar, në data centeret të qëndërzuar, por në pajisjen fundore të secilit përdorues, qoftë ky person juridik apo person fizik. Dhe do merret miratimi për ndarjen e të dhënave në bazë të shërbimit që qytetarët ose bizneset do të përdorin me palët e treta. Pra, pëlqimin për të ndarë një të dhënë të caktuar me palët e treta e ka përdoruesi. Dhe këto dhëna ruhen, të dhënat që kanë të bëjnë me identitetin digjital ruhen në pajisjet fundore. Zoti Dula. Faleminderit zoti kryetar. Personalisht mbetem kaq i pasigurt sa në momentin që drejtova pyetje. Sepse edhe në rastet e mëparshme asnjë dhënë nuk mund të përdoret pa pëlqimin e qytetarit. Jo vetëm me këtë ligj, por edhe me ligjet e mëparshme edhe kudo. E dyta, nxitimi pa pasur ne me këto përvoja të hidhura në administrimin e të dhënave personale. Shembuj konkret të përdorimit të plot të këtyre praktikave në vendet e Bashkimit Evropian me praktika shumë më të avancuara, aftësi shumë më të sofistikuara. Tregon se është e parakoshme. Dhe në të njëjtën kohë
nuk është një kërkesë e cila duhet me dojë mos plotësuar në një kohë që nuk është standard për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra, duke pasur parasysh të dy aspektet që parashtrova në pyetjet e para, dhe këtë dimension të tretë që juve vetë e shtuat, unë besoj se kjo është e parakohshme. Nuk kemi pse nxitohemi, përpara se të mprehim shpatën, le të blindojmë pak mburoje. Lajo, lutem. Faleminderit zoti kryetar. Nga njohuritë e mia që kam në lidhje me disa shtete të Komunitetit Evropian, portofoli identiteti digital tashmë është i aplikueshëm në një celular, siç tha zoti Kapri që neve nuk do na ndahet, do të bëhet edhe poshtë stëkut kur flem. Janë gjitha të dhënat personale, duke filluar që nga kartat e identitetit, që nga patentat, që nga kartat e kreditit dhe gjitha me radhë. Pra, kjo lehtëson komunikimin e qytetarit me shtetin dhe në qoftë se neve kemi një farë qëndrimi negativ në lidhje me sigurinë të dhënave personale, atëre le të marrim edhe përvojat më të mira të këtyre shteteve se si garantojnë qytetarët e tyre dhe ne t'i bëjmë aplikabile këtu në vendin tonë. Mendoj që është koha për të bërë një hap të tillë, sepse nuk do të presim të mbarojnë gjitha vendet e Komunitetit Evropian dhe pastaj neve të vazhdojmë për aplikimin e tyre, por le të jemi edhe ne në një pararoj për aplikimin e këtyreve standardeve europiane të cilat realisht tregojnë që kapacitetet teknike dhe kuadrë dhe pse jo edhe infrastrukturën e përshtatshme ne mund ta ofrojmë, ta garantojmë, por gjithmonë ajo që ngelet primare dhe për cilësojnë dhe shumë kolegë tanë, është mbrojtja e dhënave personale që duhet të jetë si drita e syve që themi. Faleminderit. Faleminderit zoti Lajo dhe mendoj që edhe në prezantimin që bëri zëvendës ministre edhe në ato që tha drejtori, ky ishte thelbi i gjës, që padyshim që me mekanizmat e krijuar është e rëndësishme që jo vetëm të mbrojmë dhënat e qytetarëve, por edhe garancitë po ofrohen që mbrojmë. Ka dikush tjetër diçka për të shtuar apo për të pyetur? Nëse nuk ka, atëherë më lejoni të kaloj tek procesi votimit të projektligjit për identifikim elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digital. Votimin parim, kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet me 7 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenime. Zoti Dule di që kemi qef të numrojmë, po i numrojmë dhe bashkë. Më thonë që kuptoj që zëvendës ministre që është dakordsuar me kolegët e shërbimit integrimit për këto ndryshimet që u paraqitën nga zonja Mila. Dhe më është thënë gjithashtu që ka një shënim në fund faqes të lidhur me titullin e projektligjit që të riformulohet sipas propozimit të ardhur nga shërbimi i parafrimit, pra nga kuvendi, nëse i jeni ndjeni për këtë. Atëherë po kalojnë në votimin nën për nën. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 me ndryshime propozuar, me pikën 6 të shtuar pas pikës 5 ti neni, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3, 4, 5, 6, 7, 8, pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 9 me ndryshimin e propozuar, riformulimin e shkronjës së pikës 2 ti neni, kush është pro? Kundër, abstenim, miratohet. Neni 10, 11, 12, 13, 14, pro? Kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 me ndryshimin e propozuar, pro? Kundër, abstenim, miratohet. Neni 16, pro? Kundër, abstenim, miratohet. Neni 17 me ndryshimin e propozuar, kush është pro? Kundër, abstenim,
miratohet në 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, kush është pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 30 me ndryshimin e propozuar, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, neni 51, neni 52, neni 53, kush është pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 54 me ndryshimin e propozuar, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 55 me riformulimin e pikës 3 të neni, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 56, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 57 me ndryshimin e propozuar, siç e përmendi zonja Mila, riformulimin e pikës 1 të neni, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 58, 59, 60, 61, 62, neni 63, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 64 me propozimin e ndryshuar, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 65 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 66 me ndryshimin e propozuar, riformulimin e pikës 1 të neni, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 67 me ndryshimin e propozuar, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 68 me ndryshimin e propozuar, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, neni 78, 79, 80, neni 81, neni 82, kush është pro, kundër, abstenim, miratohen. Do t'i lutesha zonës ministre që të bëhet dhe korrigjimi i tabelës së përputhshmërisë që shoqëron projektligjin nga institucioni propozues sipas rakordimit me shërbimin e parafrimit këtu në kuvend. Kalojmë në votimin në tërësi të projektligjit, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet me 7 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenime. Projektligji për identifikim elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digital. Falenderoj përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave. Ne vazhdojmë me rendin e ditës, punë të mbarë. Atëre, po fillojmë me pikën tjetër të rendit ditës, shërtimin e projektligjit për disa shtesa të ndryshime në ligjin 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar. Kemi përfaqësues të Këshillit të Ministrave që kanë ardhur të paraqesin projektligjin, zoti Engel Joti, zonës ministri i mbrojtjes është këtu me ne, të cilit do t'i jap më njëherë fjalën që të bëjë prezantimin e projektligjit. Nderuar kryetar, nderuar deputet, prezantojmë para jush argumentimin e kalimit të Autoritetit Shtetëror të Informacionit Gjeohapësinor në vijim ASIG në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes.
Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjëhapësinor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, synon të ndryshoj nenet të cilat janë të lidhur me varësinë institucionale të ASIG nga kryeministri që është aktualisht tek Ministria e Mbrojtjes, që sipas terminologjisë përdorur në ligj do të jetë e lidhur me fushën e përgjegjësisë shtetërore si Ministria e Përgjithshme për sektorin gjëhapësinor, gjëinformacionit. Ky ndryshim vjen dhe në vijim të gjetjeve të dalë nga raporti i Sigma i kryer në vitin 2025 lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri. Raporti ka kryer edhe një vlerësim të situatës aktuale në Shqipëri, duke theksuar se struktura administrative mbetet shumë e centralizuar me 26 autoritete dhe agjenci që raportojnë drejt për drejt tek zyra e kryeministrit. Në këto kushte është rekomanduar një reduktim i numrit të institucioneve të vetë varësisë të kryeministrit, duke bërë dhe sugjerimet konkrete për kalimin e varësisë së këtyre institucioneve. Kalimi ASIG në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes është një lëvizje strategjike që përputhet me trendet e fundit të sigurisë kombëtare për eficiencës administrative. Janë tre argumente kryesore për kalimin e ASIG në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes që kanë të bëjnë së pari me sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Në epokën e kërcënimeve hibride, informacioni gjëhapësinor nuk është thjesht një mjet teknik, por një aset strategjik. Ministria e Mbrojtjes zotëron kapacitetet dhe analizën e të dhënave satelitore dhe ajrore me qëllim mbrojtjen, kalimin e ASIG në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes krijon një mundësi të koordinimit të strukturave që shërbejnë për qëllime civile në strukturat që monitorojnë kufijtë dhe infrastrukturën kritike. Së dyti, përdorimi i teknologjive inteligjente dhe optimizimi i burimeve të teknologjisë. Dhe më konkretisht, metoda bashkohore për mbledhjen e informacioneve gjëhapësinore janë ndërmjet imazheve satelitore, teknologjisë UAV, kamerave 360 gradë dhe të tjerë. Me Shqipërinë që tashmë ka akses në shërbime satelitore, Ministria e Mbrojtjes është aktori kryesor që menaxhon këto kontrata. ASIG-u si prodhuesi ortë imazherisë dhe hartuesi standardeve do të kishte akses të drejtë për drejtë në këtë teknologji pa barierë ndërinstitucionale. Ministria e Mbrojtjes disponon gjithashtu mjete fluturuese, dronë Bayraktar dhe të tjerë dhe qendra të dhënash të avancuara. Varësia nga Ministria e Mbrojtjes do të lejonte ASIG-un të zbatonte në mënyrë më efikase detyrat që burojnë nga VKM-ja numër 753 datë 13/12/2024 për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjëhapësinor. Sipas pikës 4A të së cilës në fushën e përpunimit të dhënave remote sensing, ASIG kryen administrimin dhe arkivimin e informacionit gjëhapësinor të mbledhur nëpërmjet imazheve satelitore, fotografime ajrore, teknologjisë UAV, skanimit lidar, kamerave 360 gradë e të tjerë të vënë në dispozicion nga Ministria e Mbrojtjes apo nga institucione në varësi të saj, si dhe të krijuara nga ASIG-u në kuadër të projekteve apo me bashkëpunim të huaj. Bazuar në VKM numër 942, datë 19 nëntor 2015 për miratime rregullores për planifikimin dhe realizimin e fotografimit ajror të territorit të Republikës së Shqipërisë, ASIG planifikon dhe zhvillon periodikisht fotografime ajrore me avion të territorit, duke qenë se sipas pikës 1 të nenit 4 të kësaj VKM-je, autorizimi për fotografimin ajror të pjesshëm ose të përgjithshëm të hapësirës së Republikës së Shqipërisë dhe agjencisë shtetërore ose private brenda dhe jashtë vendit për qëllime të ligjit numër 72/2012. Kjo i jep Ministrisë së Mbrojtjes pas miratimit të projektit nga ana e ASIG-ut. Kjo varësi do të eliminonte gjithë të burokracitë. Dhe së treti, menaxhimi i krizave dhe emergjencave civile, ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ose AKMC, është tashmë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes. Në raste fatkeqësisht natyrore, lidhja drejt për drejt midis ASIG dhe AKMC-s do të eliminonte vonesat burokratike në përdorimin e informacionit gjëhapësinor dhe konkretisht hartave tematike të ASIG në menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Përdorimi të dhënave të ASIG me grupe të përbashkëta, ekspertësh dhe AKMC, por edhe forcat armatose do të çojnë në parashikime më të sakta të zonave të rrezikuara duke shpëtuar jetë njerëzish përmes logjistikës ushtarake. Kalimi i ASIG në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes nuk duhet parë si militarizimi i informacionit, por një modernizim i domosdoshëm, dhe kjo lëvizje siguron që informacioni gjëhapësinor të trajtohet me seriozitetin e një aseti të sigurisë kombëtare, duke rritur njëkohësisht cilësinë e shërbimit për qytetarët dhe biznesin. Faleminderit. Faleminderit zoti
Joti, unë do t'jap me njërë fjalën relatores së komisionit, zonës Mariana Koçek. Faleminderit kryetar, do shërtojmë sot projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjohapsinor në Republikën e Shqipërisë. Si komision, e shërtojmë këtë projekt ligj në cilësinë e Komisionit për dhënie mendimi. Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor shkrijuar në funksion dhe në kuadër të ligjit numër 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapsinor në Republikën e Shqipërisë. Hartimi i këtij projekt ligji erdhi si pasojë e gjetjeve të dala nga raporti i Sigmas i vitit 2025 lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri, i cili ka identifikuar se struktura administrative mbetet shumë e centralizuar dhe ka sugjeruar rishpërndarjen e përgjegjësive institucionale për përmirësuar koordinimin dhe efektivitetin e qeverisjes. Projekt ligji synon ndryshimin e dispozitave të ligjit numër 72/2012 të ndryshuar që lidhen me varësinë institucionale të autoritetit shtetëror për informacionin gjeohapsinor, duke parashikuar kështu kalimin e këtij institucioni nga varësia drejt për drejt e kryeministrit në varësi të ministrit përgjegjës për mbrojtjen. Kjo ndërhyrje ligjore mbështetet në gjetjet dhe rekomandimet e raportit të Sigmas, raporti i cili trajton në mënyrë të detajuar funksionimin e qendrës së qeverisjes, koordinimin e politikave, planifikimin strategjik dhe kontrollin e cilësisë së projektateve, duke evidentuar nevojën për një shpërndarje më të balancuar të përgjegjësive ndërmjet qendrës së qeverisjes dhe institucioneve sektoriale. Duke qenë se ASIG ushtron funksione të specializuara që lidhen me koordinimin dhe zhvillimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapsinor, administrimin dhe shkëmbimin e dhënave gjeohapsinore, si dhe garantimin e ndërveprueshmërisë së tyre ndërmjet institucione publike, vlerësohet se vendosja e tij në varësi të ministrit përgjegjës për mbrojtjen përfaqëson një organizim më të përshtatshëm institucional. Projekt ligji në tërësi ka në përmbajtje 6 nene, dhe megjithëse projekt ligji nuk parashikon për afrim të drejt për drejt me akin e Bashkimit Evropian, sipas relacionit shoqërues, ai lidhet funksionalisht me kuadrin evropian që rregullon infrastrukturën e informacionit gjeohapsinor, ndërveprueshmërinë e dhënave publike dhe aksesin institucional mbi informacionin strategjik. Prandaj ju ftoj ta mbështesim këtë projekt ligj me votë. Faleminderit. Mirë, faleminderit zona Koçeku. Pyetje, diskutima lidhur me projekt ligjin. Kuptoj që nuk ka, falenderoj zonës ministrën e mbrojtjes. Pjesën e votimit unë do ta përmbledh në fund të mbledhjes të komisioni. Zonës ministër, punë mbarë, suksese edhe shpresoj që jemi shpejt. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, shqyrtimin e projektligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar. Ne këtu jemi komision për dhënie mendimi. Kemi të ftuar përfaqësues të Këshillit të Ministrave, zoti Gendi Gazheli, zonës ministri i Mjedisit dhe kolegë ti. Zoti Gazheli, fjala është për ju. Faleminderit, zoti kryetar, të nderuar deputet dhe deputete.
Projekt ligji për të disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29/2024 për burime ujore të ndryshuar. Ky propozim për ndryshim i kuadrit ligjor që rregullon varësinë institucionale të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, pra AMBU, vjen si nevojë e identifikuar nga raporti Sigma i vitit 2025, lidhur me forcimin e qeverisjes qendrore në vendin tonë. Raporti ndër të tjera ka evidentuar shpërndarjen e përgjegjësive që kanë qendrat e qeverisjes vendore në qendrat e vendeve të OECD-s, të cilat konsiderohen kryesisht në funksionin kritike të qeverisjes, të tilla si koordinimi i mbledhjes së kabinetit, planifikimi strategjik për gjithë qeverinë, përgatitja e programit të qeverisë dhe monitorimi i zbatimit të politikave. Në këtë kontekst është vlerësuar që këto praktika ndërkombëtare të ofrojnë një uri të vlefshme edhe për Shqipërinë, e cila po kalon reforma gjithëpërfshirëse të ekuilibrit optimal midis koordinimit të centralizuar të mbikëqyrjes strategjike nga njëra anë dhe delegimit efektiv dhe bashkëpunimit ndërministror nga ana tjetër. Përjedhoj, ky projekt ligj nuk është thjesht një organizim administrativ, por është një deklaratë politike e qartë. Shqipëria ndërton institucione sipas standardeve të OECD-s, zbaton rekomandimet ndërkombëtare dhe ecën me vendosmëri drejt integrimit evropian. Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore është krijuar dhe funksionon sipas ligjit 29/2024 për burimet ujore, e cila hyrë në fuqi në tetor të vitit 2024 dhe ka parafruar pjesërisht direktivat e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Sipas tij, legjislacioni AMBU ndodhet në varësi të drejtë për drejtë të institucionit të kryeministrit. Problematika kryesore lidhet me organizimin institucional dhe varësinë administrative të kësaj agjencie, e cila aktualisht ndodhet në varësi të drejtë për drejtë, kështu që ky model ka krijuar, ne kërkojmë që të ketë një varësi institucionale nga Ministria e Mjedisit, për shkak edhe ekziston së pari niveli i lartë i centralizimit të administratës publike. Janë 26 institucione që raportojnë drejt për drejt, na duhet një menaxhim dhe një shpërndarje sipas direktivave të BE-s. Ekziston një pospërputhje ndërmjet natyrës së sektoriale të funksioneve të AMBU dhe mbikëqyrjes institucionale, pasi funksioni i institucionit lidhen drejt për drejt me fushën e menaxhimit të burimeve ujore. Ka nevojë për një shpërndarje të balancuar të përgjegjësive në administratën publike, duke reflektuar praktika ndërkombëtare dhe rekomandimet e raportit të Sigma. Në këtë kontekst, ndërhyrja e propozuar, duke rishikuar varësinë institucionale të AMBU, synon të përmirësojë koordinimin institucional, të ulë centralizimin dhe të sigurojë një shpërndarje më të balancuar të përgjegjësive në administratën publike qendrore, duke bërë sistemin më efikas dhe përputhje me standardet më të mira të Bashkimit Evropian. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoti Gazheli, do jap një herë fjalën relatores komisionit, zonjës Mariana Koçeku. Mariana. Faleminderit. Faleminderit kryetar, të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, të nderuar deputet, shërtojmë sot projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29/2024 për burimet ujore. Ne si komision e shërtojmë këtë projekt ligj në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Ky projekt ligj ka për qëllim propozojë disa ndryshime për rregullime institucionale, duke kaluar administrimin e burimeve ujore nga kryeministri tek ministri që mbulon fushën e burimeve ujore. Nevoja për ndërhyrje lind në kuadër të gjetjeve të raportit të Sigmas lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri për sa i përket shpërndarjes së përgjegjësive në nivel qendror në Shqipëri, duke theksuar se struktura administrative aktuale mbetet shumë e centralizuar me 26 autoritete dhe agjenci që raportojnë drejt për drejt të zyra kryeministrit. Raporti Sigma rekomandon një reduktim të numrit të institucioneve në varësi të kryeministit, duke bërë dhe sugjerimet konkrete për kalimin e varësive të këtyre institucioneve. Konkretisht, për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore është sugjeruar të jetë institucion në varësi të ministrit përgjegjës për infrastrukturën, energjinë ose mjedisin. Projekt ligji nuk synon për afrimin e drejt për drejt të legjislacionit kombëtar me akinë e Bashkimit Evropian, por dispozitat e tij janë në përputhje me parimet dhe objektivat e legjislacionit parësor dhe ditëtor të Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Në këtë kuadër, ky projekt ligj reflekton parimet themelore të përcaktuara në traktatin
mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, Kartën e të drejtave themelore të Bashkimit Evropian, si dhe marrëveshjen e stabilizim asociimit BE Shqipëri. Nga këndvështrimi e akis dytësore, ligji bazë numër 29/2024 për burimet ujore është pjesërisht i përputhur me direktivat kryesore në fushën e natyres dhe të ujrave. Projekt ligji në relacionin e tij nuk praqet përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Agjenda e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, por konsiderohet se ky projekt ligj për fushën që rregullon kontribon në përmirësimin e treguesve të objektivave të zhvillimit, siç është objektivi 13 për veprimin me klimën dhe objektivi 16 i paqes, drejtësisë dhe institucioneve të forta. Të nderuar koleg, ju ftoj ta mbështesim këtë projekt ligj me votë. Faleminderit. Faleminderit, Zoja Koçegu. Pyetje, diskutime, zoti Hoxha, zoti Kapri. Faleminderit kryetar, zoti zëvendës ministër, faleminderit për këtë prezantim kaq shtërues. Unë personalisht jam shumë dakord i kësaj forme të decentralizimit, ku struktura me një normë pune shumë efektive, por me një numër punonjësish ndoshta jo aq të madh, kthehen në institucione të përgjegjëse për të qenë sa më shumë në efektiv të plot në raport me zbatueshmërinë e ligjit. Kjo sjell edhe nga Sigma, e cila sigurisht e ndjek me shumë përparësi strukturat e administratës publike për të pasur efektivitet të strukturave tona. Sot është pothuajse ndërhyrja e dytë në ligj që neve bëjmë pas Ministrisë Mbrojtjes së juve si Ministria e Mjedisit për të sjellë pra në vartësi të drejtë për drejtë këto struktura. Unë kisha një pyetje që lidhet në fakt me këtë decentralizim, me këtë formë komunikimi dhe me këtë formë zbatueshmërisë ligjit, si e shikoni juve këtë në lidhje me bashkit? Pra, këtë lloj decentralizimi që sjell struktura dhe si do të ndikojë kjo në bashkit? Ne jemi edhe në këtë reformën territoriale dhe mos do duhet edhe një herë rikonsiderimi i këtyre problematikave në raport me bashkit në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Sigurisht çështja e ujit është shumë problematike pra në këtë raport e them. Zoti Kapri. Faleminderit zoti kryetar. Do të ngredhe unë një çështje. Me sa kuptoj, nga ky ndryshim që vjen nga qeveria është që agjencinë ta kalojnë në varësi të Ministrisë së Mjedisit. Pra nuk shikoj në një ndryshim esencial ose thelbësor. Problemi është, zoti zëvendës ministër, që ndonse i kemi mbushur mendjen vetes se jemi vendi i dytë në Evropë për rezerva ujore, pas Norvegjisë, po ja po themi i treti. Shqiptarët nuk kanë ujë. Së dyti, kur flasim për menaxhimin e burimeve ujore, besoj se jeni mjaft i qartë për situatën katastrofale në cilën ndodhen lumenjtë e Shqipërisë, pothuajse të gjithë. Përjashto lumin e vetëm Vjosa, që ka një status që ai mund të quhet gjysmë lum i egër, në Shqipëri nuk ka më lumenj. Pra, janë shndruar të gjithë në hidrocentrale, duke sjell edhe pasoja mjedisore. Për shembull, unë javën e kaluar isha në Gramsh, ku një fshat i tërë atje është shpallur i pabanueshëm për shkak punimeve të hidrocentralit të Banjës. Dakord, nuk kemi kundra zhvillimit, por ata banorë kanë 6 vite që janë rrugëve. As nuk janë mbështetur, nuk i kompenson kush. Kompania Devolli atje u ka ndërtuar vetëm një pallat, ka sistemuar gjysmën, gjysma tjetër presin ende nga shteti. Në Zall Gjoçaj, në Mat, kam takuar një grup banorësh, se si lumi u futu tuba për të bërë hidrocentral dhe zona është thare gjitha. Pra këto pasoja i dim. Shqetësimi tjetër është kjo. Çfarë do bëjmë me pastrimin e lumenjve, me këtë katastrofë ekologjike? Është dhënë alarmi dhe nga strukturat e Bashkimit Evropian për problemin që ne kemi me ndotjen ujore në Shqipëri. Po kjo kërkon një master plan, pra kjo kërkon një ndërhyrje të fortë të qeverisë.
nuk kërkon ndërhyrje si dikur me incineratorët, që u ndërtuan 3 punon asnjëri u harxhon 400 milionë euro dhe lument janë plot me mbeturina. Çfarë do bëjmë me këtë gjë? Sepse është e sigurt që dëmi që do të sjellin fëmijëve tan është katastrofal. Por nuk kemi asnjë plan. Pra, në vend që të sillnit ndryshime ligjore që agjencia nga e pavarur të kalojë në varësitë e ministrit, të paktën na sillin në ndryshim ligjor se si të bëhet një plan, master plan, quheni si të doni, të pastrohen lument dhe mbeturina në Shqipëri se janë për turp të Zotit. Faleminderit. Mirë, zoti Kapri, faleminderit. Zoti Llaj. Faleminderit zoti kryetar, një pyetje. Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore do të kalojë në varësinë e Ministrisë së Mjedisit. Po akumi Agjencia Kombëtare e Ujësjellësit, Kanalizimeve dhe Ndodhjeve të Ngurta do të kalojë në këtë varësi të Ministrisë së Mjedisit, do ketë një korrelim të punëve midis akumit apo do të vazhdojnë të jenë dy institucione të pavarura për arsye se të njëjtin burim kanë ujërat. Faleminderit. Faleminderit zoti Llaj. Zoti ministër në përgjigje. Në lidhje me pyetjen që drejtoi deputeti Hoxha, mund të them që përfitimet kryesore nga lidhen me përmirësimin e organizimit, që është e vërteta, të institucionit të administratës qendrore, rritjen e koherencës së politikave publike dhe zbatimin e rekomandimeve ndërkombëtare. Nga pikpamja financiare nuk kemi ndryshime. Për sa i përket organizimit pastaj dhe funksionimit me bashkitë, se bashkëpunimi po patjetër që ka bashkëpunim me bashkitë. Kalimi në funksion edhe në varësi të Ministrisë së Mjedisit nuk do të thotë se do shkëputet bashkëpunimi me bashkitë ku ka basenet e lumeve të Shqipërisë. Kemi patjetër që bashkitë janë pjesë e këshillave të baseneve, sepse ka të këshilla basenësh dhe kanë status veçantë pasi marrin pjesë në çdo takim dhe rekomandojnë apo adresojnë çështje që kanë të bëjnë me problemet që hasen gjatë trajtimit të baseneve lumor. Për sa i përket pyetjes së deputetit Llaj, unë di të them që sot të dy institucionet të pavarura ne po kërkojmë thjesht zbatimin dhe varësinë institucionale të këtij institucioni, pra të Agjencisë Burime Ujore, për të rritur efikasitetin dhe mirë menaxhimin. Kjo është arsyeja. Në lidhje me pyetjen e deputetit Kapri, ne kemi bërë këtu një prezantim shumë të qartë dhe shtërrues për lumin Vjosa, ju e përmendët. Parlamenti para në fund të muajit prill kaloi ligjin për një donacion të qeverisë gjermane për 3 milionë euro për mirë menaxhimin e lumit Vjosa. Duke qenë si i vetmi lumi i egër tani më në rajon të Mëgjër. E di që nuk janë të mjaftueshme. Problematikat ekzistojnë dhe ne nuk jemi të pandërgjeshëm për këtë. Por do bëjmë ç'është e mundur që në të ardhmen të kemi një mirë trajtim dhe mirë funksionim, por edhe një mirë menaxhim të mbeturinave, sidomos plastikës në përlumej. Zojko Çeku. Faleminderit kryetar. Përfitoj nga rasti që relatuam një projekt ligj që ka të bëjë për burimet ujore dhe sipërfaqësi e Ministrisë së Mjedisit, duhet ju pyes konkretisht për lumin Drin. E kam ngrejt dhe më përpara si çështje dhe si një alarm jo vetëm estetik dhe mjedisor, por edhe ekonomik tashmë për zonën dhe e përshëndes realisht memorandumin, aktin politik midis Ministrit të Mjedisit të Shqipërisë dhe të Kosovës, por pyetja ime është se çfarë do bëjmë me Drinin konkretisht, sepse është zemra energjetike e vendit tonë ku janë 3 hidrocentrale dhe përveç saj është një akt shumë i rëndësishëm kulturor, historik dhe ekonomik. Duke pas parasysh komunitetet që jetojnë përgjatë Drinit edhe zonë turistike shumë e frekuentuar tashmë me vizitorë nga e gjithë bota, por edhe me një ndotje të konsiderueshme që
fillon për të kufinit. Si mendoni ju që do ishte një strategji afatgjatë për me trajtu që në burim, sepse besoj që aty duhet ashtë zënafilla dhe duhet trajtu problemi, për me mujtë për me gjetë një zgjidhje sa ma të qëndrueshme dhe të shpejt për problemin e ndotjes në këtë burim ujor ka rëndësishëm. E di që është një çështje e gjatë, por besoj se ja vlen për të diskutuar dhe Unë kam ndjekur dhe prezantimin tuaj në parlament me 2 shishet e ujit. Shumë e ndjeshme. Por që unë të them sot një strategji të mirëfillë se çfarë do ndodhi, nuk jam i përgatitur që të jem realisht. Kërkon një ndryshim mentaliteti që nga banorët që jetojnë atje, që nga politika të jetë më sensibël, por ndërkohë kërkon dhe një pjesë të investimeve për ta pastruar atë lum. Kërkon një sër masash, strategji afat gjatë për ta pastruar, sepse besoj do marri vite pastrimi dhe rregullimi i basenit të lumit Drin. I jep aq shumë Shqipërisë energji, komuniteteve atje i ndihmon biznesin, i promovon kulturën, por ne do të bëjmë më shumë, edhe si mentalitet, po edhe si struktura ne si ministri i mjedisit është shumë e vërtetë. Mirë, faleminderit zonës ministër. Nëse nuk ka pyetje të tjera apo kërkesa për diskutime, do të vazhdojmë me pikën tjetër të ditës. Faleminderit për pranimin dhe prezantimin. Zotrote kush janë? Kush janë? Atëherë fillojmë me pikën tjetër të renditës, shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 me shkëmbim letrash të marrëveshjes financimi ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Malit Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali Zi Shqipëri 2021-2027 ratifikuar me ligjin numër 9/2024. Ne jemi komision për dhënie mendimi. Kemi të ftuar përfaqësues të Këshillit të Ministrave, të cilëve u jap menjëherë fjalën në mënyrë që mos të vonohemi. Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryetari i komisionit, nderuar deputet, anëtarë të komisionit. Falenderoj për mundësinë për të paraqituar projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 të marrëveshjes së financimit nëpërmjet Republikës Shqipërisë, Republikës Mali Zi dhe Komisionit Evropian në kuadër të programit IPA, Bashkëpunimi ndërkufitar Mali Zi Shqipëri 2021-2027, ratifikuar më herët me ligjin 9/2024. Kjo nisëm ka një karakter kryesisht juridik dhe procedural dhe synon të zbatoj të siguroj një bazë të qëndrueshme ligjore për vijimin e zbatimit të programit deri në përmbylljen e tij në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe rregullat e Bashkimit Evropian për administrimin e fondeve IPA 3. Ndryshimi nr. 2 lidhet me përditësimin e kushteve të veçanta, duke synuar thjeshtimin e procedurave për miratimin e angazhimeve buxhetore. Konkretisht, kalon nga praktika e shkëmbimit të letrave në një procedurë më të drejtë për drejtë, që është njoftim me shkrim nga Komisioni Evropian. Ky zhvillim rrit efikasitetin administrativ dhe reflekton besimin e shtuar të Komisionit ndaj kapaciteteve institucionale të vendeve përfituese, përkatësisht Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Ky ndryshim nuk e prek objektin apo qëllimin e marrëveshjes ekzistuese, përkundrazi konsolidon më tej kuadrin ligjor dhe institucional për zbatimin efektiv të saj. Programi synon forcimin e fshinjësisë së mirë, mbështet integrimin evropian dhe zhvillimin socioekonomik të zonave ndërkufitare, financohet nga Bashkimi Evropian me vlerë 13.79 milion euro, ku deri 85% është kontributi BE-s. Fushat prioritare përfshin mbrojtjen e mjedisit, përshtatjen e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e rreziqeve, si dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Gjatë IPA 2 janë kontraktuar 25 projekte me përfitim të konsiderueshëm nga partnerët shqiptar. Kemi 35 përfitues shqiptar me një vlerë të përcjellur prej 4.65 milion euro. Në kuadër të IPA 3, pritet kontraktimi i projekteve të para në korrik të këtij viti. Kemi një pritshmëri të 15 projekteve me një buxhet prej 7.5 milion euro në të dyja anët e kufirit, duke vijuar më tej me një thirrje tjetër që e presim dhe thirrja e fundit në vitin 2027 me vlerë 4 milion euro. Programi mbështetet gjithashtu dhe nga komponenti asistencë teknike, i cili ka kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në rritjen e kapaciteteve të përfituesve përmes trajnimeve dhe aktiviteteve mbështetëse. Raktifikimi i këtij ndryshimi është thelbësor për të siguruar vimësinë pa pengesa të programit, për të rritur fleksibilitetin e menaxhimit të fondeve për të forcuar më tej bashkëpunimin ndërkufitar. Ju ftoj ta mbështesni dhe miratoni këtë projekt ligj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit zonja Çano, faleminderit për prezantimin. Mendoj që prezantimi ishte i plot. Megjithatë, do jap fjalën relatorit të komisionit, zotit Ervin Hoxha, të bëjë dhe ai prezantimin nga ana e kuvendit dhe vazhdojmë procesin. Faleminderit kryetar, shumë faleminderit për këtë sqarim shumë shtërues për sa i përket përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave. Kjo është një marrëveshje të cilën ne ratifikojmë. Ky projekt ligj në fakt është një projekt ligj ku Shqipëria nëpërmjet këtyre ndryshimeve përfiton. Pra është i përqendruar kryesisht në bashkitë Shkodër dhe vendeve kufitare që lidhen me Malin e Zi. Aty në Shkodër përfiton Bashkia e Fusharzit, Bashkia e Shkodrës, Vaudejes dhe Malësia e Madhe. Ndërkohë shtrihet dhe më gjerë në Bashkinë e Lezhës, aty përfitues nga ana tjetër është Bashkia e Kurbinit dhe Bashkia e Tropojës. Sigurisht, ky është një përfitim shumë i madh për sa i përket vendit ton. Unë shkurtimisht do të përmend disa pjesë të këtij projekt ligji, pasi përfaqësuesja e Këshillit të Ministrave bëri shtjellimin në mënyrë shtëruese. Projekt ligji është depozituar në kuvent në datën 14 prill 2026. Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e Komisionit për dhënie mendimi në zbatim të nënave 32 dhe 38 të rregullores kuvendit të Republikës Shqipërisë. Programi i bashkëpunimit ndërkufitar është ratifikuar nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë në vitin 2024 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe i Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA në bashkëpunimin ndërkufitar të Malit të Zi Shqipëri 2021-2027. Ku synon ky projekt ligj? Ky projekt ligj synon në thjeshtimin e ndarjeve dhe alokimeve buxhetore të ardhurave për të kaluar nga shkëmbimi i letrave ndërmjet komisionit dhe përfituesve IPA në njoftimin me shkrim nga komisioni tek përfituesit IPA. Pika e dytë është angazhimi i Bashkimit Evropian për të financuar 5.1 milion euro për vitin 2025 në programin e bashkëpunimit ndërkufitar me Malin e Zi dhe Shqipërinë. Për miratimin e këtij projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë kërkohet një shumicë e thjeshtë. Projekti nuk synon që të parafrojë legjislacion me Bashkimin Evropian, pa ai është në përputhje me legjislacionin parësor dhe dytësor të Bashkimit Evropian.
Projekt ligji nuk i nënshtrohet asnjë konsultimi publik, pasi lidhet me një marrëveshje ndërkombëtare që ka qenë e nënshkruar më parë, dy palçe e cila nuk përfshihen në fushën e zbatimit të legjislacionit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik. Efektet financiare të këtij akti lidhen drejt për drejt me programin e bashkëpunimit ndërkufitar të Malit të Zi. Shqipëria financohet nga një grant i dhënë nga Bashkimi Evropian përmes instrumentit të asistencës së para antarësimit. Duke qenë se ky komision është një komision i cili është këtu për dhënie mendimi, unë i ftoj të gjithë kolegët deputet të miratojmë këtë projekt ligj. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha. Nëse ka pyetje për përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave apo kërkesa për diskutim, kuptoj që prezantimet ishin të qarta. Falenderoj kolegët që kanë ardhur edhe do bëjmë pak pushim. Atëre vazhdojmë me procesin e votimit atyre projekt ligjeve të cilat ne i diskutuam, po pjesën e votimit e lam për tani në fund. Fillojmë me projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Le të votojmë parim, kush është pro, kundër, abstenim. Miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kalojmë votimin nën për nën. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Miratohet neni 2, 3, 4, 5, neni 6 pro, kundër, abstenim. Miratohen. Votojmë tërësi projekt ligjin. Kush është pro? Kundër, abstenim. Me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Projekt ligji tjetër që ne diskutuam ishte për projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar. Kalojmë në votimin në parim të këtij projekt ligji. Kush është pro? Kundër, abstenim, miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Votojmë nën për nën projekt ligjin. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2, 3, neni 4, neni 5, neni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, neni 15, neni 16, neni 17, neni 18. Kush është pro? Kundër, abstenim, miratohen. Votojmë në tërësi projekt ligjin. Kush është pro? Kundër, abstenim, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar, miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Dhe projekt ligji i fundit që ne diskutuam sot për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese numër 2 me shkëmbim letrash, marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë Malit të Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali të Zi Shqipëri 2021-2027 ratifikuar me ligjin
numër 9/2024, votojmë në parim projekt ligjin, kush është pro, kundër, abstenim, miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kalojmë votimin nën për nën, neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Votojmë tërësi projekt ligjin, kush është pro, kundër, abstenim, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese numër 2 me shkëmbim letrash të marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Mali të Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali Zi Shqipëri 2021-2027, ratifikuar me ligjin numër 9/2024, miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Mbledhja e radhës, nderuar kolegë, do ju njoftohet nga Sekretariati Teknik i Komisionit, bazuar në kalendarin e miratuar po nga ju. Nëse ju, nderuar kolegë, nuk keni çështje të tjera, mbledhja e ditës sotme cilësohet e mbyllur. Faleminderit shumë, edhe punë mbar.